Policia e shtetit ka bërë publike masat e marra me rastin e vizitës së presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në vendin tonë. Forcat blu kanë marrë një sër masash të detajuara për sigurinë e Erdoganit, duke filluar nga aeroporti i Rinasit, shoqërimi drejt Tiranës në vendet ku do të zhvillohet takimet dhe shoqërimi drejt Rinasit në përfundim të vizitës. Për këtë arsye, policia e shtetit njofton qytetarët se do të ketë bllokime të disa segmenteve rrugore, si dhe bllokime të pjesshme të disa segmenteve të tjera në varësi të takimeve dhe aktiviteteve që do të zhvillohen gjatë vizitës në Tiranë. Policia shton se drejtuesit e automjeteve të shfrytëzojnë autostradën Re Kashar-Rinas për të qarkulluar në drejtim të aeroportit të Rinasit, pasi aksi i vjetër Kashar-Rinas nga ora 10 deri në orën 11:30, si dhe nga ora 17 deri në orën 18 të datës 10/10/2024 do të jenë të bllokuar. Rrugë të tjera që do të bllokohen janë nga Rinasi, qafa e Kasharit, mbi kalimit e Kaza Italia, nën kalimit e ish sheshi Shqiponja, Unaz, rreth rrotullimi Saukut dhe rruga Elbasanit. Gjithashtu bulevardi Dëshmorët e Kombit, nga urat e ish Hotel Dajti deri te sheshi Nën Tereza, rruga Ismail Qemali, rruga Papa Gjon Pali 2, rruga Ibrahim Rugova, rruga Ukraina e Lirë, bulevardi Jean d'Arc dhe rruga George Bush. Policia e shtetit kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për masat që kanë ndërmarrë dhe do të zbatojë gjatë vizitës së Recep Tayyip Erdogan në Shqipëri.